Që nga fillimi i këtij viti deri më tani janë realizuar 9 transplante dhe atë 6 transplante të veshkave, 2 të mëlçisë dhe 1 eksplantim të koskave dhe ligamenteve. Kështu bëjnë me dije nga Ministria e Shëndetësisë me rastin e shënimit të fundjavës europiane për durimin e organeve. Ministri Azir Aliu bëri me dije se kirurg dhe specialist vendas i kanë dërguar në Turqi për trajnim për transplant të veshkëve. Jemi të përkushtuar në përmirësimin e kësaj veprimtarie dhe në përgatitjen profesionale të ekipeve për transplantim. Gjatë periudhës së kaluar, 7 mjek kirurg dhe një specialist nefrolog janë dërguar për trajnim në Republikën e Turqisë për transplantim të veshkave. Po ashtu, në fushën e transplantimit të mëlçisë, 2 kirurg janë trajnuar në Turqi për transplantim nga donator të gjallë. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu dhe zëvendësi i tij Jovica Andonovski zhvilluan takim pune me koordinatoren kombëtare për transplantim profesor dr. Biljana Kuzmanovskan dhe drejtorët e klinikave universitare për kirurgji digestive, dr. Kostovskin, për urologji dr. Shabanin dhe për nefrologji dr. Gjorgjevskin. Ata theksuan rëndësinë e dhurimit të organeve, një akt me të cilin shpëtohen jetë dhe jepet një shans i dytë.